Në Ramazan shpresojna që me na u pranu lutjet, Allah na i mundsof me prit ç'është mas mjete. Është një muaj ideal për me kthy Zotit. Ma shumë knesi në kinë bosë ka këtë Ramazani. Shënjestër.net. Ka morë molli për Ramazan? Po shumë. Qysh nihesh në këtë muaj të tre? Tepër mirë, tepër qetë, sidomos me ibadetet, me taravit, me namazin përgjithësi, Kur'anin, pasi që është edhe muaj i Kur'anit, aty të ka zbrit Kur'ani. Është muaj i dallum prej muajve tjetër, është tepër një kënaqësi e madhe. Në Ramazan shpresojna që me na u pranu lutjet ma shumë për shkak që është muaj i rahmetit, sidomos për ata që janë në prezencën tonë, prind, kujna e ka hu prindi, kujna bojna lutje ma shumë për ta. Allah na i mundsof me prit ç'është mas mjete, edhe ja uroj këtë besimtarëve. A ju ka morë molli për Ramazan? Pa dyshim që na ka marrë molli për Ramazan. Çfarë ndjenje ka muaji i Ramazanit? Qysh nihesh? Muaji i Ramazanit është muaji më i rëndësishëm për besimtarët, me të cilën ato boshllëqet që kanë mujt gjatë muajve tjerë me i pasë, gjatë Ramazanit janë mundësitë e mëdha me i plotësu. Mjo dinamika punës, jeta, problemet, cilat nuk na lejojnë shumë për kushtu ndaj ibadetit, ndaj adhurimit Zotit. Muaji i Ramazanit është një muaj ideal për me kthy Zotit, me kthy meditimit, me kthy përkushtimit dhe me forcu lidhjen me Zotin. Ma shumë knesi në kinë bosë ka këtë Ramazani. Shënjestër.net.